Dizeli përsëri shtrejtohet dhe nga mesnata do të shitet me çmim maksimal prej 99.50 denar për litër, $1 më shumë se deri tani, ka vendosur Komisioni Rregullator për Energjetik. Çmimet e reja do të vlen nga pas mesnata. Ky është shtrejtimi i dytë radhazi i dizelit. Me vendimin e mëparshëm të 27 korrikut, çmimi i tij u rit për 4.50 denar nga 94 në 98.50 denar për litër. Me korrigjimin më të fundit, dizeli në pak më shumë se një javë është shtrejtuar gjithsej për 5.50 denar. Ndryshe nga dizeli, benzina do të jetë më e lirë për 2 denar. Eurosuper BS 95 do të kushtoj maksimalisht 91 denar për litër, ndërsa Eurosuper BS 98 do të shitet me çmim maksimal prej 93 denar. Vaj ekstra i lehtë për ambistri shtrejtohet për gjysmë denari dhe do të kushtoj 98.50 denar për litër. Mazuti lirohet për 1.680 denar, ndërsa çmimi i ri maksimal do të jetë 46.419 denar për kilogram. Sipas Komisionit Rregullator për Energjetik, çmimi referent i dizelit në tregun botror, krahasuar me përllogariqen paraprake, është rritur për 4.806%, ndërsa te benzina është regjistruar ulje për prej 2.069%. Në përllogariqe është aplikuar aksiza e reduktuar prej 4 denarësh për dizelin dhe 2 denarësh për benzinat. Shtrejtimi i dizelit ndikon drejt për drejt në rritjen e shpenzimeve për qytetarët që përdorin automjete çdo ditë, por edhe për kompanitë e transportit, fermerët dhe bizneset që varen nga ky karburant. Çmimet e përcaktuara nga Komisioni Rregullator për Energjetik janë çmime më të larta të lejuara me pakicë, ndërsa tregtarët mund ta shesin edhe me çmime më të ulta.